Klementina Guraziu, çfarë pritshmërish keni nga protesta e sotme? Sot është dita e kombit shqiptar. Sot qindra mijëra shqiptar po vërshojnë nga toka, deti, ajri, nga të katër anë të Shqipërisë dhe të katër anë të botës për në kryeqytetin e vendit Shqipëri. Sot është dita në të cilën Edi Rama, në rast se i ka mbetur edhe vetëm një nonagram, arsye i jep dorëheqjen 1 minutë më parë. Dhe zonja Guraziu duhet t'i them t'jap dhe një paralajmërim Edi Ramës, sepse këto dita ai bëri një deklaratë tipike të diktatorit hakmarrës. Ai u tha protestuesve se me mburje dhe krenari se monopolin e dhunës e kemi absolutisht ne, kish fjalën për shtetin. Tashti unë duhet t'i them atij, unë duhet t'i kujtoj vetëm një gjë. Mos të rrej mendja. Se vërtet ti ke falangat e policisë dhe forcën e mjetëve të tyre. Po dje një gjë, historia ka faktuar se fuqinë nukleare e ka sovrani popull. Dhe mos guxo të tentosh të matesh me popullin. Zemrimi i popullit, hakmarrja e popullit, është tashmë e mirënjohur si fuqi nukleare njerëzore.